Profesor. Përshëndet, Ardem. Unë i kisha dy pyetje, e para, masi që veç jemi këtu tek kushtetuta, edhe do doja të merrja një mendim rreth asaj deklaratës që e dha presidenti Osmani në aspektin juridik, i cili pastaj e prodhon një efekt politik ndoshta. A kishte huqje në deklaratën që e dha Vjosa Osmani, pasi që ne njohim se ajo ishte një juriste dhe ju e keni interpretuar ndryshe, të tjerë po e interpretojnë ndryshe. Kjo është e para, dhe e dyta, apo mbetet badinteri, do të thotë shumica e dyfisht pengesa kryesore, jo vetëm në Bosnjë, në Kosovë, Maqedoni, po ndoshta në gjithë rajonin ku qeverit po kanë pengesa, nëse mund të them kështu, në zgjidhjen e problemeve mes institucioneve ku vend qeveri president. Po fillimisht do doja mendimin për Vjosa Osmani. Mund ta quajmë, domethënë, është sistemi badinterit, është imponueshëm po ashtu, dhe është ai sistemi i cilin e pengon shumicën në Kosovë, s'po them për kushtetuta tjera, për të vazhduar më të tjerë. Kemi shumë shembuj. Për shembull, unë kam qenë kryetari i Komisionit për Artimin e KBI-11 kur e përcakton sigurinë e Kosovës, mesin e tyre ushtrinë, policinë, AKI-n, kështu me radhë. Kam tentuar disa herë, që mos quhet forcat e sigurisë të Kosovës, duke e konsideruar se forcat e sigurisë të Kosovës është një përmbajtje më e gjerë, është një mendim, domethënë, i sigurisë universal. Forcët e sigurisë mund me qenë edhe policia, mund me qenë edhe AKI-ja, mund me qenë edhe shumë tjera, por kam pretendu edhe jam munduar që të quhet ushtria e Kosovës, ose të quhet armata e Kosovës. Ky sistemi badinterit, respektivisht minoriteti serb, nuk ka pranuar. Pastaj kemi momentet kur zgjedhim institucionet tona. Për shembull, tash e kemi në planifikim zgjedhjen e presidentit. Zgjedhja e presidentit duhet të jetë me 2/3. 2/3 në kuptojnë një shumicë të kualifikuar të deputet, të cilët edhe këtë e ka përcaktuar sistemi badinterit. Aty në kupton se për të zgjedhur presidenti, përveç se shumicës shqiptare duhet t'i marrin votat edhe nga minoriteti serb. Okej. Kështu që tek Vjosa Osmani ka buar apo jo? Kjo është e rëndësishme. Çka ishte pyetja për Vjosën? Çfarë? Apo ati huqje tha në deklarimin e saj për dekretin, kjo është ide. Jo, sipas mendimit tim, të cilin e konsideroj që 90% është i drejtë, unë kështu e konsideroj, për shkak se ekzistojnë interpretime të ndryshme, interpretime të lira, doktrinare, interpretime strikte, por interpretimi përfundimtar është interpretimi zyrtar, ai interpretim është interpretim gjyqësor. Unë e konsideroj se Vjosa Osmani nuk ka pasur alternativa tjera. Ndoshta është ngut pak, domethënë për shpalljen e dekretit, por s'ka pas alternativa tjera sepse parlamenti nuk e ka ushtruar ose nuk e ka plotësuar një detyrë kushtetuese për ta zgjedhur presidentin. Afati 30 ditë ka qenë para përgatitjet për zgjedhjen e presidentit. Vetëvendosja kush ka qenë, domethënë partitë politike kanë filluar zgjedhjen e presidentit në afatin e fundit, në afatin prekluziv. Gjatë ditë që po përmendën tash, domethënë sipas mendimit tim janë lojra politike dhe kushtetuese. Gjatë ditë janë për situata tjera. Qartë. Këtë citatën e sotshme e zgjidh në 86.1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Në moment kur thotë se në rundin e tretë, nëse s'merr asnjëri nga kandidatët gjatë një vota, shpërndahet parlamenti edhe pikë. Nuk thotë se do të ketë afat edhe gjatë ditë e kështu me radhë, pastaj bën 80 ditë, 90 ditë kështu me radhë, kështu që nuk ka afat mbi afat. Ka mende ndërhyrje, kërkesë për ndërhyrje